Dal nga dal kemi hyrë në periudhën kohore që do të përcaktoj nëse do të ketë apo nuk do të ketë proces politik për zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës. Shqipërisë i duhet një president që të plotësoj spaku 3 kërkesa në interes të vendit dhe të popullit shqiptar. E para, t'i jap një shtysë vendimtare procesit të marrjes së statusit të kandidatit, duke u zgjedhur përmes një procesi politik dhe jo përmes një procedure mekanike të bazuar tek numrat. E dyta, të jetë garant i kushtetutës dhe posaçërisht i pavarësisë së institucioneve të drejtësisë nga shumica e sotme apo e nesërme qeverisëse. E treta, të përbëj një faktor sigurie dhe pa anësie për palët në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Bazuar në logjikën e angazhimit ton për të ndërtuar proces mes palëve, por edhe në mesazhet krejt qarta të miqve dhe të partnerëve ndërkombëtar të Shqipërisë dhe shqiptarëve, është e udhës që hapja e procesit për zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës të përkoj me mbylljen e të gjitha angazhimeve tona të këtij sesioni parlamentar në përpjekjen për t'i siguruar Shqipërisë statusin e kandidatit. Tani më ka përfunduar drafti konsensual për gjykatën administrative dhe ta votojmë pa humbur kohë. Të mos lejojmë dhe as mos bëjmë shkak për asnjë shtyrje të mëtejshme të reformës zgjedhore dhe ta mbyllim në gjysmën e parë të këtij muaji. Të diskutojmë me të gjitha palët për përfundimin e reformës parlamentare sipas standardeve më të larta demokratike, në kushtet kur njëra palë, përkatësisht Partia Demokratike, këngull në mosndryshimin e 2 rregullave që penalizojnë opozitën dhe debatin parlamentar. Të përgatisim me njëherë propozimin ton për heqjen, kufizimin e imunitetit të deputetëve, zyrtarëve të lartë të shtetit dhe gjyqtarëve dhe depozitojmë në parlament me synim kalimin e kësaj çështje nga tribunat politike në duart e përfaqësuesve të popullit. Statusi. Ky është fjalë kyçi që duhet diktoj çdo hap të aksionit ton politik deri në mbyllje të këtij sesioni parlamentar. Asgjë që varet nga ne nuk duhet mungoj në këtë përpjekje. Bëjmë tonën me të gjitha energjitë pozitive të kësaj force të madhe politike të angazhuar publikisht për një rilindje shqiptare. Faleminderit.